Në muajin korrik, rregullat e komunikacionit janë shkelur 20.976 herë, sipas raportit njëmujor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për shkak të vëzitjes së pakujdesshme në trafik, janë arrestuar 496 persona. Për të njëjtën periudhë janë paguar 4.241 urdhërpagesa për shkak të mosrespektimit të shpejtësisë së lejuar të lëvizjes, por edhe janë konfiskuar 332 automjete sipas nenit 300B të Kodit Penal. Janë privuar nga liria 496 persona për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, prej të cilëve 81 për vozitje të automjetit në ndikimin e alkoolit, 373 për vozitje pa patent shoferi, 25 për shkak të shqiptimit të mëparshëm të ndalimit për drejtimin e automjetit, 3 për vozitje me shpejtësi më të madhe nga e lejuara në vendbanim, 13 për vozitje me shpejtësi më të madhe nga e lejuara jashtë vendbanimit, ndërsa një person për vozitje në drejtim të ndaluar. Sipas pasqyrës statistikore të aktiviteteve policore, policia bën me dije se gjatë muajit korrik janë evidentuar 4.694 kundërvajtje për parkim të parregullt, si dhe 430 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu janë sanksionuar 1.829 pjesëmarrës në komunikacion, të cilët nuk kanë përdorur ripin e sigurisë. Në përputhje me ligjin për automjetet, 299 automjete janë përjashtuar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, ndërsa 125 për shkak të parregullsive teknike. Janë sanksionuar edhe 44 drejtues automjetesh për mos plotësimin e kushteve të përshkruara lidhur me erësimin e xhamave të automjeteve. Ndërkohë dënime janë shqiptuar edhe për motociklistët. Janë sanksionuar 2073 drejtues motocikletash për mos mbajtjen e helmetes mbrojtëse. MPP bën me dije se kontrollet në komunikacion do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa u bëjnë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t'i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit.